Kujdesi ndaj bagëtisë gjatë muajve të ftohtë të dimrit mbetet thelbësor për shëndetin e tufave dhe për shmangjen e humbjeve ekonomike. Ekspertët e fushës theksojnë se vaksinimi i rregullt dhe mbajtja kushteve të përshtatshme higjieno-sanitare në stalla janë masat kryesore që fermerët duhet të ndërmarrin në këtë periudhë. Jemi në fazën që blegtoria ka shtrëngëtuar nga kullotat dhe shkthyer në kullotën dimërore dhe jemi në fillim të pjelljes së blegtorisë. Duhet të marrin masa për shtresë, që ta kenë shtresë të pastër, të thatë, me të patur, në rastet e para të diareve duhet të komunikojmë me veterinerin e shërbimit dhe me farmacinë veterinare për të marrë mjekimin e duhur. Ne kemi pasur një vjesht të lagësht dhe një vjesht të zgjatur me lagështi dhe duhet ka zhvillim të bimësisë, mund të kenë probleme me enterotoksemin, prandaj ju rekomandoj atyre që në rastet kur e kanë blegtorin kërthi që janë pjellje të pas janarit, mund të futen me vaksinën e enterotoksemis për të shmangur dëmtimet, qoftë kafshët e mëdha, qoftë kafshët e vogla. Veterineri Krenar Veliu i bën apel fermerëve që të jenë më vigjilent, pasi temperaturat e ulta rrisin rrezikun e sëmundjeve tek bagëtit. Fermerët i dinë zonat cilat janë të riskuara për sëmundjen e helmit, për sëmundjen e enterotoksemis, prandaj mund të vazhdojnë me vaksinimin, pasi të mbarojë tufa bazë, mund të vazhdojnë me vaksinimin për sëmundjen e enterotoksemis. Tjetra duhet ju rikujtoj me që është lagështi, duhet ju rikujtoj për shtresën me qenë se sëmundjen e çalës e kemi prezente, e kemi në territor, duhet që të marrin masa që të kemi kushte sa më të mira për të shmangur çalën për arsye se është një sëmundje që shkakton dëm shumë të madh ekonomik. Në të gjithë qarkun ka gjithsejt 265.000 krerë të imta dhe 12.500 gjedh. Fermerët duhet të tregojnë kujdes maksimal për të shmangur shpërthimet e sëmundjeve gjatë dimrit.